Jemi rikthyer nderuar të shikues. Si që ju bëm me dije, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës sa vjen dhe jep deklarata kontradiktore për luftën në Iran dhe sidomos deklarata shumë kontradiktore për përfundimin e kësaj lufte. Ku po shkon tani kjo luftë? Çfarë pasojash ka sjellë dhe do sjellë, mendoj të sjellë, po vijoj për botën. Në studio unë kam zotin Xhevair Gjeqari, inxhinier. Faleminderit shumë. Faleminderit që do na ndihmoni sot me problematika që nuk janë thënë ndonjëherë, dhe përgjithsisht janë për kanalin e Hormuzit. Edhe për Gadishullin Arabik, Suezin, detin e Kuq, Bab el Mandeb, detin Arabik dhe ngushticën e Hormuzit dhe gjirin Persik. I rritë shumë se popullata dhe pozicioni gjeografik të Iranit. Qartë. Duke i sinjalizuar të gjitha që fjala algebër dhe logaritëm janë të dy të kulturës persiane. Bravo. Tani, zoti Prezogaj vijon të jetë në studio, faleminderit shumë, vijon Ermir Gjinishi, falenderoj dhe ty, dhe posaçërisht falenderoj dhe një herë Marlindin, i cili nga studio tjetër mbriti këtu për të vijuar këtë pjesë që mendoj që është mjaft interesante. Tham pra që presidenti Trump ka dhënë sinjale të përzjera për fundin e luftës në Iran, të shumë herë të pakuptueshme. Thotë edhe se mund ta bombardojnë dhe ta kthejnë Iranin në epokën e gurit. Do me thënë, përpjekja thotë, Irani do të kthehet në epokën e gurit, thotë Preç. Të lashtë, në shpellat. Por dhe kërkon marrëveshje. Ja, le të ndjekim disa nga deklaratat e tij, të presidentit Trump. I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. Pra e dëgjuan pak shumë presidentin Trump, e dëgjuan vazhdimisht tani, i flet pothuajse gjatë gjithë ditës, në rastin e luftës, se gjatë gjithë ditës tu ne flet doktori gjithmonë, Preç, doktor Berisha flet gjithmonë këtu, gjatë gjithë kohës, mëngjes, drekë, darkë të gjitha, por Trumpi ka filluar të flasë se është dhe lufta në mes, për gjithë botën. Doktori flet për këtu, Trumpi flet për gjithë botën. Tani, zoti Gjinishi shkurt me penelata të thjeshta e kështu, ç'ndodh tani me luftën? Se dhe si e kupton ti të deklaratë presidentit Trump, këto deklaratë? Shiko, presidenti Trump ka shumë antagonizme brenda vetes vet. Poston pafundësisht fjali brenda ditës dhe përplasen me njëra tjetrën. Aq sa ndonjëherë duket sikur dialogon me veten e tij, shpeshherë. Ishte shumë e rëndë ajo deklaratë që ne edhe për arsye pak etike zgjodhëm që të hënën mos e përmendim, kur ai thonte i drejtori princit kryesor të Arabisë Saudite, i thonte do të lutet është i detyruar të më puth prapanicën. Ishte shumë e rëndë. Ndërkohë që doli të nesërmen dhe tha Arabia Saudite është aleati më i fuqishëm. Si pak si e dyshim të se sot kanë filluar të fabrikojnë shumë lajme. Tani ishte... E kishte thënë këtë? E kishte thënë sepse Arabia Saudite ndërpreu marrëveshjen e blerjeve të armëve. Domethënë një puthje shkoi 140 miliard minusë. Një puthje me ndere thua ti, shkoi 140 miliard euro. Në 2025, në zoti Rakipi, Arabia Saudite ka bler 140 miliard, 145 miliard armë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është blerësi numër 1 dhe blen
15% prodhimit të armëve amerikane. Megjithatë, kjo shpreha që do ta kthej Iranin në epokën e gurit absolutisht nuk diskutohet që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kapacitet ta kthejnë Iranin në epokën e gurit. Por mua më vjen në mendje një thënie e njeriu shumë të mençur nga etëri themelues Shtetet Bashkuara të Amerikës. George Washingtoni thonte kështu: "Ne rrëzuam diktatura, rrëzuam monarki dhe prodhuam një vend me shumë liri dhe shumë egërsi." Zoti Trump ka zgjedhur të rrikë pjesa e egërsisë, me sa duket, gjatë gjithë kohës. E kjo është diferenca e madhe. Çfarë ka ndodhur? Ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës, fal presidentit Trump, sot ndjehen më të izoluara se kurrë. Kanë humbur mbështetjen e Unionit Evropian, kanë humbur aleancën e NATO-s. Presidenti Trump del dhe thonë që ne do dalim, se ne jemi NATO, ne do dalim fare nga NATO. Ndërkohë, shtrin tapetin e kuq Putinit, krijon, flirton edhe me Kinën në një farë mënyre. Dhe pyetja që bëhet është në këtë gjeopolitik të re, në këtë rend ri botror, kush do të jenë aleatët e Shtetet Bashkuara të Amerikës? A mund ta përmbysë një njeri vetëm të gjithë politikën e jashtme dhe të gjithë historinë e Amerikës duke kthyer tërësisht 188 gradë kahun e trashëgimisë historike të diplomacisë amerikane? Është krejtësisht e pamundur, zoti Rakibi. Megjithatë, unë do të them dhe diçka tjetër. Për herë të parë, ministri i jashtëm i Irakut, zoti Irakxhi, i cili njihet për retorikën e tij diplomatike, për herë të parë kërcënoi presidentin Trump. Me sa duket edhe vetë iranianët nuk po e durojnë dot më dhe i tha prit se po të vjen radha aty pas Netanyahut. Ajo që po ndodh është kjo. Ka humbur aleatët. Britania, që është aleati më i rëndësishëm dhe historik, mori iniciativë dhe sot për të krijuar një aleancë me 35 shtete për zgjidhjen e problemit Hormuzit, jo për luftën. E kemi më vete. Ndërkohë, ty do të pyes. Okej, domethënë ajo që po mundohem të them është kjo, për të thënë zotit Gjeçari. Aleancë me 35 shtete nuk është specifike. Zoti Trump e ka humbur mundësinë për të gjetë një zgjidhje dhe ka pamundur për të gjetë një zgjidhje dhe ky është kurthi ku e ka futur veten. Mënyra se si do dalin nga kjo luftë. Përpara se të kalojmë te inxhinieri, i cili do të na jap disa shpjegime shumë interesante. Presidenti, po? Është e vërtetë se Trumpi na ka mësuar tani me deklarata që si kontradiktore, sot flet me optimizëm se jemi shumë afër një marrëveshje të paqes, të nesërmen pastaj e shef krejt pa rrugdalje ose pa mundësi dhe bën edhe kështu figura si kjo e sotmja që do ta, nëse nuk do arrijmë diçka për të marrë vesh në tavolinë, do ta shndrojmë Iranin në epokën e gurit. Këto janë fraza shumë të ashpra në fakt. Po Trumpi ky është, më thënë, ai ka thënë dhe Macronit, shuplaka gruas. Ka gjyt me shuplak gruaja, i tha presidentit. Ka gruaja me shuplak, i tha, i tha. Edhe, dhe me thënë, njerëzimi është mësuar me këtë mënyrë komunikimi që nuk është elegante, pa diskutim. Por këtu jemi në luftë, eleganca nuk futet. Unë mendoj se gjuha e Trumpit me përgjithsisht është, kur ekstremizohet, është më shumë kërcënuese dhe synon që të nxjerrë disa rezultate edhe nga gjuha kërcënuese që përdor. Rezultate që finalizohen në fund të tavolinë. Por, nisur përsëri po nga deklaratat e Trumpit, SBA-ja, sipas tij, i konsideron të përmbushura synimet e luftës. Do të thënë, lista e tij e synimeve e ka thënë vetë, kaq, ne nuk do ketë më bombë atomike, ajo leadershipi i mëparshëm iku, ky leadershipi i është pak më i moderuar, ka ngel vetëm ngushtica e Hormuzit. Nëse këtë zgjidhin Aleanca 35 vendeve që ka organizuar Britania e Madhe, duke gjetë dhe fleksibilitet nga qeveria iraniane, që është interesuar që ta hapë. Besoj se është arsyeshme ta gjejë, sepse bëhet fjalë për 35 vende që nuk e kanë përqafuar luftën e SBA-s. Bile kanë marrë kosto në nivelin. Po ai sot tha që duke mos e qyt shkoni merrni vetë naftën, thanë, s'kemi interesa për këtë kanal. Dhe nuk e ka ftuar fare Shtetet Bashkuara të Amerikës te kjo aleancë, e vërtetë. Nëse 35 vendet që udhëhequra nga Britania e Madhe arrin që ta
Me marrë veshje, arrin të zgjidhin krizën. Ngushtica e Hormuzit do zhbllokohet. Ka sinjale zhbllokimi, saktë. Jo do zhbllokohet, jo ka sinjale. Nuk e pengon Irani. Atëherë... Po ne do të tregojmë këtu nga ana ekonomike çfarë ndodh atje. Tani. Edhe një gjithë vogël fare, Marlind, presidenti ka kërcënuar se mund të goditet infrastruktura energjetike e Iranit. Nëse ndodh kjo, si mund të përgjigjet Irani, sepse ata kishin një përgjigje që ishte akoma më të tmerrshme. Te implantet e shkripëzimit përveç ujin e kripur, nuk do kthejmë në ujë të pishëm dhe aty do mbetej pa ujë. Gadishulli. Kuvajti 90% të ujit të pishëm e përfiton nga këto implantet e dekrypëzimit. Por çështja është që Irani nga ana tjetër ka paralajmëruar, të paktën Abbas Araghchi, që është ministri i jashtëm, ka paralajmëruar që mund goditet në brendësi të implantit bërthamor të Dimonës në Izrael, që mund të sjellë një katastrofë të jashtëzakonshme humanitare. Kërcënimet e presidentit Trump tashmë jemi mësuar nuk janë më surprizat, të paktën jemi mësuar si me Groenlandën, si me Kanadan, si me Venezuelën, si me Meksikën, si me Kolumbinë nga ana tjetër, po ndodh edhe me Iranin. Sigurisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë kapacitetet për ta kthyer Iranin në epokën e gurit, por çështja është që iranianët, persianët, përtej këtij regjimi kriminal, le të themi, edhe në epokën e gurit kanë pasur perandori. Kanë patur dhe ata kanë qenë kryetrimi i parë. Kështu që kjo çështje pastaj mbetet për të diskutuar. Unë gjykoj se amerikanët dhe iranianët do ta gjejnë gjuhën e përbashkët për të rënë dakord për hapjen e ngushticës së Hormuzit. Nga ana tjetër, iranianët kanë paralajmëruar se asnjë anije izraelite nuk do kalojë në ngushticën e Hormuzit dhe unë gjykoj se lufta midis amerikanëve dhe iranianëve do përfundojë. Ama lufta midis izraelitëve dhe iranianëve do vijojë deri mbase kur një shtet, le të themi, të dorëzohet dhe të kërkojë paqe me kushtet që kërkon shteti kundërshtar. Okej, jemi atëre inxhinier. Duket se pika kyçe e luftës në Iran është ngushtica e Hormuzit. Ju jeni sot këtu sidomos për gjithë shka, por sidomos do ta përqendrojmë atje për të na dhënë disa shpjegime për këtë ngushticë, rëndësinë e saj dhe tjera gjëra. Ata do paraqisin vetëm pamjen 4. Ja një sekond. Të shpjegoj, po. Ti do ngrihesh, ti shpjegosh apo mund ta tregojnë atje se duken me figura me ngjyra, ç'an ndodh. Jo, ti mund të shikosh këtu dhe të interpretosh dhe ne i shikojmë aty. Atëre 4 do ti 1 minutë. Keni përgatitur sa arta, mund t'ju kërkoni regjistë ndërkohë që të shpjegoni. Po, 4. Atëre ç'ndodh? Çfarë do na shpjegosh këtu? Këtu duket jashtë është ngushtica e Hormuzit. Ngushtica e Hormuzit, po. Po, shifni një ishull aty quhet Larak? Po. Shifni dhe poshtë një ishull Jazirat Salamah? Në rregull? Distanca midis tyre është 39 kilometër. Inxhinieri mund ta vendosni bashkë me artën, gjysmë për gjysmë, ose lere në rregull, ose në cep. Si ta shikoni? Po? Tani mbas sa i ka dhe i pamje të bukur, po edhe kjo është e mjaftueshme. Po, çfarë? Atëre, këto koncepte që dëgjoni këtu që më dha mundësi zoti Rakimi, i keni të nivelit evropian dhe jepen për të parë se kemi një 10 vite që merrem me këtë. 85% të tregtisë botërore bëhet me det. 35 trilion dollar dhe 12.8 miliard ton mall lëvizin në tregtinë botërore dhe 85% është me det. Nga kjo tregti, bravo, 25 dhe 30% qarkullon në meze. Po. Në Suez kalon 12.3% e tregtisë botërore. U blokua kanali Suezit për një stuhi rere në mars të 21-shit, një ditë ishin humbjet, ishin 9.6 miliard dollar në ditë. Mos e heq fotopamjen, djali, vendos edhe këtej. Vendos edhe këtu, mos e heq inxhinieri nga këtu, po. Një ditë blokimi në këtë ngushticë është 11.53 miliard dollar në ditë. Në Hormuz? Në Hormuz. Do me thënë, humben 11.5 miliard dollar në një ditë. Në një ditë. Pra, të vërtetuara në Suez, tu janë të vërtetuara dhe këtu. Bile është me madhe. Që ndodhën? Qendra e gravitetit të tregtisë botërore është pikërisht deti Mezze dhe Gadishulli Arabik ose Gjiri Persik.
në gjirin persik që është i detë si Adriatik, po 1,5 herë më i madh, por punohet 8 herë më shumë mall se Adriatiku, 1,6 miliard mall ton në vit, dhe në këtë ngushtic kalon 4,11 milion ton mall në ditë. Nga kjo, 1/3 e gazit që konsumon bota sot, kalon në këtë ngushticë. 1/3 e gazit e konvertuar në ton është 250 milion ton. Që është gazi natyror për të ndarë dhe njerë, dhe që është gazi që gatojmë në shtëpi. Gazi natyror LNG që kalon këtu, është gaz që del nga natyra, komprimohet ose ftohet në 1-162 dhe u zvoglon volumin 600 herë dhe futet në këto tankeret e gazit që e transportojnë. Ky përdoret në industri, përdoret dhe në makinat tona. Ky lloj gazi? Ky lloj gazi. Po. Dhe 75% të këtij gazi shkon në drejtim të Kinë, Indi, Japoni, Kore e Jugut. Në Amerikë jo? Në Amerikë jo. 25% kalon. Ndaj fërkonduar dhe i? Kalon këtu dhe e merr Hormuz patjetër. Dhe kjo është ngushtica që unë kam bërë në një pamje që do t'tregojnë dhe është me gryk në shishës. Dhe këtu kalon 25% kalon në drejtim të Mesdheut. Këtu. Përveç këtu kalon dhe 450 milion ton mall në ditë. Pra, në këtë ngushticë kalon aq mall sa përpunon gjithë porti Durrësit në një vit. Në një ditë. Po, këtu kalon në këtë det. Për një ditë, ai sa përpunon porti Durrësit në një vit. Kalon këtu. 165 ditë. Dhe në gjirin persik që është 250.000 km2, se Adriatiku është 139, është 90 km i thellë, përpunohen 1,6 miliard, kurse në Adriatik përpunohen 200 milion. Është një det me një aktivitet jashtëzakonisht të lartë. Për të mbrojtur këtë ngushticë me prezencë ushtarake, nga 76 në 19 janë harxuar 8 trilion dollar. 186 miliard dollar në vit, ose 510 milion dollar në ditë për të mbrojtur qalimin e mallrave këtu. Dhe këto prezencë ushtaraka i paguan Kina, i paguan vendet që janë të interesuar se transporti bëhet privat. Tani në qoftë se ka mundësi, nxirrni pamjen e 4 që janë ato shigjetët, si bëhet kalimi këtu dhe si e kontrollon Iraku. Pamjen 4 i lutem? Iran? Dhe pamje po për Irani. I lutem, nxirrni pamje 4. Pamja 4. Janë me ato shigjetët. Imam me mgjive, imam dhe i profesor. Jo, kjo është gadishu dhe arabik. Ata më poshtë, Tjetrin. Më poshtë. Ky, inxhinier? Ja, po, këta që ketë në krahë të majtë, në krahun tim, atë zmadho. Po? Atë që kre në Pa të që janë të këto shigjetat, atë të aty ku janë shigjetat, po mund të heqësh të tjetrin, apo duhet të dyra? Po, aji është gjiri persike, shumë i bukur dhe i. Po, atë me shigjetat zmadhohet të lutem. Zmadhohet, bëj vetëm atë me shigjetat. Ja, shumë të bukur e janë. Po? Tani shnodh, konfliktet këtu kanë fillu që në 76 në fakt. 71, 76, ku ndodhen revolucionet iraniane dhe të më falin që ose gabojnë në datë. Dhe që ndodh? Jo, s'po ti që ke... Po ne kemi 10 vjetë dali me 2 propozome për këtë punë. Vajza, vojna një qari dhe unë. Po faktik shikoj edhe një qenë që ose ka mundësi. Ju do të bëni një mision që unë dhe Presh Zogaj kemi marrë përsi për të ndërtojmë një rrugë me lekte të tjerëve, si që bëjmë pallatet, dhe unë bëjmë një shpalla që ne nuk i gjetën financimet. Po ta dish. Atëre vazhdojmë këtu. Tu. Atëre për të kaluar mallat në Hormuz, ju lutem më ndiqni. Jo, ti vazhdo aty dhe tregoj aty direkt. Po. Për të vazhduar mallat në Hormuz, në vitin 1973, organizata ime ndërkombëtare, në bashkëpunim me shtetet me Iranin dhe Omanin, vendosin që midis ishullit Larak dhe Jazirat Salaman të lejnë 3 vija kalimi nga 3,6 km. Një vi kalimi për të kaluar me shenja bova që vjen në det, për të kaluar anë jetë, një tjetër për të kthyer, duke shigjetët, janë të qarta, dhe 3,6 km në det. Tani ngushtica e Hormuzit në fakt është mbi 60 km e gjerë, po ka shumë mishuj shkëmbor. Dhe gjithë kurora Ramatan është pronë e Iranit, të rregull,
Po këtu ka dhe ishu Shkëmbor që është më poshtë në sipër është Ormuzi, ishulli Lirak, ishulli Qeshmë, një Inselin, Gram është një tjetër këtu, Lasari Gnus, pasaj është dhe një Abu Musa, ka shumë ishu Shkëmbor. Ka shumë. Në 76 në Iran i morë të gjitha këta, disa i kishte. Qartë. Tani shëndosë, si kryet kalimi këtu? 10 kilometrë më poshtë i këtu është Jazirat, është një zonë ankoraj, navigacion, ankoraj, kontrol. Këtu janë të vendosura. Veranijet vendosën në resht, aty bet kontroli, bet plotësimi dokumentacion dhe vetë dhe piloti. Piloti që jipi në anijet që do transportohet. Po? Këtu janë dhe shoqërit e asikuracionit. Pra, asikuracion, kontrol, pilot. Kjo është një ngushticë si gjithë të tjera, por në ngushticën e, si që kemi në Gjilbertar, që është 14 km kalimi e Shilirë, ose dhe në vendet tjera, Këtu është me lek. Këtu është një katran me boj, faktisht. Me para. Tani vazhdojmë. Për të kaluar të bet i përshkohet një tenar për 60 km. Po? E gjithë pjesa më tanë, asere, kjo ankoraj i këtu, së vajting zonë që e kjonë da, dhe në zonë më tanë, kjo është e Omanit, dhe është një gadishull Musanda. Qartë. Tani të gjithë këte, pse, inxinierë, pse po e tregojmë gjithë te? Po e tregojnë që kontroli i këti trafiku kontrollohet plotësisht nga Irani. Pra, dhe për këtë shkak është i blokuar? Ja, ata mund të blokojnë çdo kohë, po nuk është interesuar të blokojë Irani. Nuk është interesuar sepse qonë në... Blokon dhe vetën. Blokon dhe vetën, sepse pjesën ndërmuese 75% e qonë... Nga Kaspiku më pas ka mundësin në përmjet Rusisë që të frizohet shumë e gjatë. Rrugë e gjatë ose nga pjesa e Afganistanit. Afganistanit. Se naftë po nafta e gjirit përsik dhe gaze është me çmim të arsyeshëm. Po. Atëherë që ndodh, këtë kontroll të plot që kryet në ngushticën e Ormuzit, me këtë skem e kontrollon Irani. Natyrisht dhe vendet përballë. Si që janë, këtu në vazhdim është Emiratet e Omanit. Emiratet e Bashkuara. Faktikisht, pa hyrë në zullumet i ben Irani ose shtet diktatorial, që blokon një pengon delti me anije, kalo këtej, sepse këtu përshkojnë 60 km. Dhe sa i përshkojnë ata që do pengoj, thot kemi një sinjal nga... Po, të pengon kur doj, Gjenë të gjitha mënyrat. Bile ishlu në Abu Musa që ka marrë Emiratet Bashkuara, a i ka marrë padrejtisht. Po këto e në probleme tjerë të anës politike. Atere, nuk dinë se arritëm në përmjet emisionit të uaj. Ti themi që kjo ngushtis ka këtë rëndësi ekonomikë. Ka këtë rëndësi të madhe. Dhe nuk ka si alternativ tjetër. Dhe ne do dalim një fazë tjetër me propozime konkrete si mund ta nashkalohet tu. Dhe kush është arsyeja? Prandaj paraqiten dhe gatishën arabik. Pra, gjithë to investime në transport dhe qarkullimin e mallrave detare, nuk ka si alternativ tjetër dhe kjo ndodh. Se ujrat janë pronë publike që në ju e trajtuat në emisionin e kaluar. Po. Dhe që janë prona publike. Dhe që janë qeveri monopartiake. Atje abuzohet, grabitet, shpërdorohet dhe janë të prapambetur. Qartë. Për ta mbyllur si koncept, po t'jap një shembull. Në ato shtete që... Ullu tani direkt aty... Në ato shtete që drejtojnë qeverit monopartiake, shembull më të mirë ke Berlinin. Berlinin në Gjermani. Berlin tono? Po, tu. Jo Berlinin, pra Gjermanin. Brenda 20 vjetësh. Ullu inxhinier se ka një problem më bëjmë me fjallë. Brenda 20 vjetësh, i njëjti popull, i njëjti shkatëruar, një mark e perëndimit u shkoq 8 herë më shumë me një mark të lindjes. U bep 8 herë më shumë? Po patjetër është e lidhur me mirëqenien. Qartë. Për që është në Gjermania... Atëre, këtu dele i studimi i Hardinit, edhe ne që jemi të varfër... Gjermania lindore. Lindore. Do ishin ndarë një murin ndarë, do ishin njëti po. Ati është harrua jo që... Jo, nuk është harruar. Sepse në pashalletja si punë e Shqipërisë, që lëndrojmë pasuri kombëtare, një nga arsyet e varfërisë e prapambetjes, është se prodhojnë, thot Hardini, jo unë, të mos afendojmë të anet, po. Se këta varfërojnë popullin
dhe nuk prodhojnë ekonomi. Ka ku të vejmë? Dhe në Shqipëri ndërtojnë vepra nuk janë prioritare. Deti jonë që bën flen, deti flen akoma, deti flen. Atere, nuk dinë se u shpjegoj qartë të ngushticor Jo, tani letë në një paqartësi që se kemi të ftuarit e unë do të miq shtoj dhe një anë kanë politike që mos ekspertizë. përzihem. Ja. Forma alternative për të domethënë shkaluar ngushticën e Hormuzit i bie dalësh nga Hormuzi, dalësh lart në Tebriz. Nga Tebrizit vazhdosh pastaj në Mush, Kars dhe deti Kaspik. Dalësh mbrapa në detin e Zi. Vetëm kjo është Tani forma. zotëria kush Dhe është? nëpërmjet Zotëria është ekspert për këtë punë. Ekspert vetëm kjo është formë, gjykoj unë. Jo, është mënyra tjetër thotë që ti biesh nga Kina. Ti dalësh në Turqi, po nga Kina bllokohet. do të jetë një punojës e shtetit, a nuk e di se çfarë Ka është. lidhje me shtetin fare. Nuk ka lidhje me rregull. fare. Ne Marlindi është ekspert i kësaj pune dhe nuk ka lidhje me shtetin fare. Është vetëm ja formë. Por thotë në qoftë se do braktiset kjo rrugë, do të thotë që ti biesh nga Kina pas. Po. Jo nga Kina, po do bjet nga Kina apo do Jo nga Kina është në mënyrë figurative. Figurative në Bilar. Bie dalësh Mbaroj profesor, mbaroj. Jo, kam dhe një fjalë. Thuaj. Nuk do të në merrem me figurative. politikë. Se është e keni po, trajtuar ju, s'po po do të them vetëm një shprehje. Me këto që tha ky Trumpi, mos kontrollojmë Trumpin me kontributin edhe populli amerikan për luftën e dytë botërore ka derdhur gjak, ka derdhur parat me planin Marshall e tjera. Po që se gjykata e Hagës do mbaj të njëjtën model o statut të dashpalli kriminal lufte, si Netanyahu. Thua Trumpi? Tani, ka mundësi ta mbaroj? Po. Unë jam edukuar që atë të shpreh, kjo që po them ndoshta nuk është diplomatike, Po. po unë kam mendimin tim për objektet me sendet, dhe nuk kam vërejtje pa fund për diktaturën që ndodhi në Iran, por Europa mezi ngritën këto institucione dhe i shembën për një ditë gjithë një institucion ndërkombëtare që rregullojnë botën dhe ka arritur për 40 vjet të heqë kufit në 450 milion banor të Europës. Në rregull? Dhe këto që tha, në qoftë se gjykata e Hagës do ketë forca, siç po të ja tregon vendin Kongresi vet në Amerikë, edhe ajo kështu do ta shpalli. Se këto fjalë që gjithë bota pret në një president i Amerikës, nuk mund t'i thotë njeri i mençur dhe i ditur. Nuk dinë se po i kaq kisha. Jo, qartë jemi. Preçi tu jam shumë. Preçi është diplomat fakt. Jo, dakor. Preçi është realist, Ti thua se ne e dim. Është realist, Preçi do Amerikën, nuk ka lidhje me individet me emrat. Gjevahir Do koncepti, filozofinë amerikane. Kam kënaqësinë që jam në një studi. Po, sigurisht. Është një miku jemi i vjetër, është një vlerë e madhe për Shqipërinë, por ka prodhuar shumë projekte. Në qoftë se do vinte në Shqipëri një qeveri që ka vërtet, domethënë, ndjenjen e zhvillimit, ndjenjen kombëtare e zhvillimit, Gjevahir Gjeçari është një studio me projekte të gatshme. Së bashku. Për zhvilluar resurset kombëtare që ka vendi, resurset që ka dhënë natyra Ne kam pasur në studio. Kemi gjetë dhe lekë baratar ata usan në Baldushu dhe na shkatruan. Po gjithë lektik të s'kanë Sovjetin pastaj. I ke thënë ti direkt. E tha ky. Kjo nuk bëhet tha sepse i ikën do të del një burim tjetër ekonomik. S'ka kush vjedh, Ska tende. Ka kush garanti kjo kush vjedh. Sa shumë që inxhinierën që se prishet kjo prishet sepse nuk fitojnë para. Atëre Marlindë dhe Gjinish, edhe njërë pasojët ekonomike që ka shkaktuar blokimi i ngushticës së Hormuzit, i tha profesori, tani i përmbledhe njërë me ju si shifër totale e gjitha, dhe po vazhdoj kështu ku mund të shkohet, ku mbrijet pastaj. Atëre për ta mbyllë dhe njërë këta që të mos i ndërpres. Po? Ngushticën e Hormuz nuk e bllokon Irani. Nuk e bllokon Irani. Ta dëgjosh, jo ka dhe gjë. Unë kam të paktën 6-7 vjet që merrem me këto. Pikërisht me këto. Nuk e bllokon Irani. Nuk e bllokon Irani. Është interesuar, probleme ka krijuar. Dhe Europa do ta gjejë zgjidhjen shumë shpejt. Sepse është vetvrasje thuaj. Po nuk ka asnjë arsye sepse vetëm shoqëritë e asiguracionit që ka dhënë ky Iran aty për të kontrolluar, ato përfitojnë $5 miliard në vit. Asiguracioni, që ti para se të kalosh, atje do pagosh një 0,5% tarif. Dhe kur ka tensione, ata rrifën tarifën. Pastaj dhe fillon dhe korrupsioni si në Durrës,
që po pagove lek më shumë, ata lajmërojnë garda revolucionare, lejohet të kalojë anije, do thënë, këtu ka një tërësi problemesh. Po Irani ka interes që ai dhe vendet e gjiris të shesin prodhimet. Dhe tjetra, një nga arsyetjet dhe Europa dhe bota është sepse lënda djegëse që mbulon 37% të djegje sot aktuale Në gjithë botën. në gjithë botën, ka shmi më të ullët se sa do t'ja shesi Trumpi Amerikës. Dhe Hormuzi do t'apet. Kjo është e pa diskutueshme. Profesor, por ai ka lënë hapësirë, domethënë, anijeve kineze, anijeve turke, anijeve spanjolle, pas deklaratës Pedro Sanchezit, që u shpreh që kjo nuk është lufta jonë dhe neve nuk mund të tërhiqemi dhe të shantazhohemi në të njëjtën formë siç u shantazhuam apo u tërhoqem në një luftë në Irak në vitin 2003. Prandaj në këtë koncept nuk është se i ka privuar anijet të atyre shteteve që Irani ka interes, siç është Kina, siç është fjala vjen Turqia, por në sfundmi edhe interesi diplomatik me Spanjën, që është një vend i rëndësishëm i Bashkimit Evropian. Domethënë ekonomike sigurisht janë të riparueshme, mjafton të shohësh çmimin e naftës rreth 2.2 euro apo 2.3 euro në Shqipëri, është të merr i madh, domethënë ti imagjinosh që nëse kjo luftë vijon me këto marzhe, mos ju duket çudi që nafta të shkojë edhe 3000 lekë vjetra. Po shkoj një pikë. Nuk është çudi. Por çështja është më tepër tek dëmet ushtarake që jam mësuar. Sigurisht që Irani ka marrë goditje. Përsëri të shtoj dhe një diçka. Unë shoh në fakt që vazhdoi në përgjithësi, bëhet shumë oral për armët, që i shpjegon një dritan, është një analist dhe ka shumë të azhonuar, edhe sa njerëz edhe kulla tjerë i shpjegojnë shumë mirë. Dritan kush është ky se? Është një dritan që jep emisioni, i shpjegon shumë mirë të armët e këto ndekte. Komandant Goxhaj. Kjo është një anë e problemit. Ju dhat mundësinë që shpjegojnë për të parë që në këtë ngushtisë ose checkpoint që quhen amerikan, këta ka këtë rëndësi ekonomike dhe nuk është Irani që ai bllokon. Qartë. Kjo është baza. Edhe një gjë tjetër. Besoj se ju shumë shpejt do bëni një emision. Po? Për ekonominë. Se para disa ditësh, nga Kina ka hequr dorë që të përdori dollarin si monedhë petrodollar. Si të them unë, si arë ose për të shkëmbyer mallin. Sepse nga 71-shin deri tani dollari i është shitur shteteve si rezervë monetare për të kryer shkëmbimet. Për të parë Kina hoqi dorë. Japonia hoqi dorë. Po Kina mbulon 16.4 të tregtisë botërore. Edhe Irani. Irani po. Kjo është një ranë, se Irani është ka ca koeficientë të ndikime profesori. Ka hequr dorë dhe India, dhe Rusia, dhe Argentina, dhe Brazili, ka hequr dorë dhe Indonezia. Afrika e Jugut. Afrika e Jugut. Atëre, unë besoj që deficiti i këtij dhe ai po mendoj i Amerikës do të jetë më i madh dhe ai me këto llafet dhe presionet ekstremale që bën me këto gjobë taksat, nuk është kjo rruga. Nuk e zgjidh dot krizën. Nuk e zgjidh dot krizën kështu. Nuk është kështu. Atëre, më shkruaj në Gjinisht dhe Marlind, sekond vetëm, Irani ka dhënë sinjale që kërkon marrëveshje me vendet evropiane për ngushtisjen e Hormuzit për të anashkaluar Shtetet e Bashkuara. Po kanë marrëdhënie të hershme historike dhe europiane me Iranin, sepse gjatë kohës kur Europa ishte rrethuar dhe Osmanët ishin të gatshëm. Gjoj këtë. Dhe më thonë pyete Marlindin dhe... Është marrëdhënie e hershme diplomatike. Gjatë kohës kur Osmanët ishin rrethuar Vienën, ishte Shah Ismaili që e shpëtoi Europën. Ishte Persaj që e shpëtoi Europën në shekullin e 16. Prandaj që nuk mund të zhbohen disa aleanca që janë ngritur duke qenë se edhe diplomacia në vetvete është shprehje koncentruar historisë. Po presidenti Trump i konsideron popujt si korporata ekonomike dhe këtu është gabimi gjykoj që nuk ka sukses dhe dita ditës po hapen vatrat e veta. Pra po tregtarësh, ama politika është artë në vete, edhe tregtia është artë në vete. Por duhet gjetë një miksim që për dalur për të konkluduar. A ka mundësi të shkohesh diçka të bukur? Mbrapa, këtu ke shihet. Këtë nuk e para asnjëherë. Atëre, këtu është ngushtisja e Hormuzit e simbolizuar, nuk është dhënë asnjëherë në nivel botëror. Këtu është paraqitur ngushtisja e Hormuzit. Faktikisht tu ke një kadet që nuk kupton ushtrinë, apo? Në rregull? Ky është gjiri persik deti.
I gjithë ky mall kaloni në ngushtisë 39 kilometër dhe Gërkëshishës. 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 Këtej është bota e mbarë që do na. Ka kë shumë rëndësishme. Përdo? Bota e? Bota që e do që si Evropa, si këto vendet e duan dhe kanë italianë, do ta blejnë naftën. Janë pikërisht njerëzit që krijojnë këtë bllokim. Se kjo nga ana fizike është një gërkëshishe. Shumë e bukur. Shumë interesant. Pra, Gjinis? Ku janë negociatat ishin fjalën? Kush do ta mbylli luftën? Kush e pyetja? Jo, pyetja ishte shumë e thjeshtë. Të bëj një lidhje të shkurtër Po i ka lidhjet Irani me vendet evropiane, jo lidhjet e vjetra. Ka lidhjet edhe aktuale. Ka përpjekje thotë. Nëse më lejon zoti Rakivi, Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithë një dita ditës po e humbi mundësitë për të negociuar një paqe dhe një armëpushim me Iranin dhe arsye shumë e thjeshtë. Ti nuk mund të bësh dot dialog diplomatik për të bërë një zgjidhje diplomatike ndërkohë që bombardon çdo ditë. Dhe Irani e ka bërë të qartë, megjithëse presidenti Trump herës mundohet të qetësojë edhe opinionin publik në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po edhe atë ndërkombëtar kur del dhe thotë ne po negociojmë me Iranin, e vërteta është që deri para se të fillojnë emisionin, Irani mohon që ka në negocim një kontakt të drejtë për drejtë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që palë tjera, ndoshta më frytëzënësja deri tani ishte kjo kaça Pakistani, Arabia Saudite, Turqia dhe Egjipti, këto po këmbejnë mesazhet ndërmjet dy palëve me idenë që mund të arrihet që palët tulen në tryezën diskutime. Megjithatë, gjatë 24 orëve të fundit ose pak orëve para se të fillonin emisionin, ka një iniciativë të Britanisë. Dhe kjo është ajo interesantja, dhe me thënë. Po, Britania do të zhvilloj bisedime me 35 vende për ngushtisjen e Hormuzit. Për gjetë një zgjidhje, domethënë, Mbretëria e Bashkuar nuk i bashkangjit thirrjeve të presidentit Trump për të bashkuar për të hapur me dhunë, se kjo ka qenë historia. Presidenti Trump kërkoi që të hapet me dhunë. Dhe hapja me dhunë e Hormuzit është ajo që tha profesori, do thotë që ta menaxhoj Shtetet Bashkuara përfundimisht Hormuzin dhe nuk e lejojnë kurrë ato pjesë. Atëherë, i gjithë Unioni, por dhe aleati më i vjetër i Shtetet Bashkuara të Amerikës në Europë, Britania refuzuan dhe merr nismën Britania me mbështetjen e Italisë, Francës, Gjermanisë, Spanjës, domethënë vende më me peshë në Unionin Evropian, me një ftesë në vendeve gjithashtu shumë të rëndësishme në Azi dhe përtej Azisë, do marrin pjesë të gjithë vendet e Gadishut, vendet arabe, gjithë tjera dhe po krijohet një aleancë, deri tani janë 35 shtete, tani ka qenë komunikimi i parë, sot pas dite ka qenë komunikimi i parë i mbledhjes. Ndërpres, interesant është se si nuk tentuan shtetet e gjirit të përfshihen këtë luftë. U gjykoj se ndërmjet Turqisë, Pakistanit dhe vendeve të gjirit ka patur një lloj negociate, pasi në qoftë se vendet e gjirit do ndërhynin luftë dhe do bëshin palë me aleatët Izraelin dhe Amerikanët, në base ditën e nesërme do sillte edhe në base edhe pushtimin e vendeve të gjirit nga Irani, në qoftë se aleatët do largohen. Nuk ndodhi edhe në kohën e Saddam Hussein dhe tjera, ato nuk janë, pavarësisht se ne kemi kritika të tyre, kanë histori ato, kanë histori, nuk është çështje aty. Po, për ta mbyllur bisedën për të lënë diskutimin edhe panelit, kjo mendoj unë që është oferta më serioze që po vjen tani. Sepse janë 4 fuqi që kanë marrëdhënie shumë të mira, qoftë me Iranin, qoftë me vendet gadish, po qoftë dhe me Perëndimin, dhe është pothuajse gjithë Europa, Azia, sidomos tregjet e Azisë, Kina, profesori përmendi Kinën. Kina merr 54% furnizimit vetëm me naftë nga gadishëve. Diçka do thotë apo? Që të mbyllet Kina totalisht. Dhe askush nuk e përmend Kinën. Ama Kina është i vetmi shtet i cili kalon sot e kësaj dite cisterna dhe anije. Domethënë, përtej analizave tona, e di që irriton shumë njerëz kjo çështje, por nga pikpamja teknike, zoti Rakipi, ka pikpamje teknike. Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë humbur luftën, po humbin dhe aleancat. Sa më shumë të vazhdoj kjo situatë, aq më madhe do jetë humbja e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe aktorë të tjerë, qoftë dhe aleat të afër Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç është Britania, Italia, Gjermania, Unioni, po dhe vende të tjera, edhe Japonia, e cila refuzoi ftesën e parë Trumpit, janë për ato arsye shumë të rëndësishme që përmendi zoti Gjeqari, janë të detyruar të hapin. Para se të vi këtu, kreu i Organizatës Botërore të Energjisë dha bëri një analizë ngjashme me profesorin Gjeqarin. E ditë çfarë tha? Kriza që rrezikojmë këtë herë është më e madhe se sa ajo viteve 70, dhe se kriza e 2022 që bëri gazi rus. Por edhe vete 56-ës. Fundosëse për ekonominë botërore. Dhe askush nuk është i gatshëm të toleroj asnjë lloj politikani, qoftë dhe presidentin Trump, përballë kësaj krize të madhe.
Pra, që Irani thamë që ka dhënë sinjale në këtë kuadrë që thotë që e ka humbur luftën në Shtetet e Bashkuara, e ka humbur luftën në këtë pikpamje, se atë nuk humbur Shtetet e Bashkuara, por ka humbur luftën në pikpamje, ajo ka humbur vërtet, se atë e bie shkatron. Por e ka humbur luftën, do të thotë që po humbë dhe aleatët. Për shembull, kanë sinjale dhe shenja që iranianët duhet me marrëveshje me evropianët. Sa më shkurt i bjen kësaj pune dhe çdo të thotë kjo përshëmbahet. Një humbje është kjo, e kupton? E kemi thënë gjithmonë, shërbëhat kanë qenë dhe janë të mëdha në hapje, jo në mbyllje. Kjo slogani, ta bëjmë Amerikën të madhe përsëri, duke u mbyllur brenda egoizmit të vet, është kundërthënës. Se nëse hapja është e bën Amerikën të madhe. Hapja gjithmonë, fuqia Amerikës ka qenë hapja, ka manifestuar edhe kapacitetet e veta dhe e përsin përmes teknologjisë, më radhë kjo është histori e gjatë. Tani për tarë tek lufta, jam dakord me disa nga opinionet që shprehen para forcit këtu, nyja tani ka ngel ngushtica e Hormuzit, sepse në qoftë se i qëndrojmë, si me thënë, asaj që informon me krenari presidenti Amerikan për publikun e vetë, objektivat e luftës janë arritur. Jo më shtuar edhe një IK-5, që është hapja ngushticës së Hormuzit. Objektivat e shpallura... Unë gjykoj se janë shtuar. Janë realizuar. Mirë po, blokimi ngushticës i pa parashikuar, në planin e luftës në fillim, ka dalë si problem dhe inxhinieri shpjegoj shumë qartë për publikun këtu, po ekspertët kudo e shpjegojnë, se turnoveri aty në më thënë, volumi i punës, fitimet, vlerat janë të jashtëzakonshme dhe është një koridori më madh tregtar në botë. Çdo ditë që kalon me Hormuzin e bllokuar rrit, domethënë në stratosferë koston e kësaj lufte. Kjo është një luftë me një kosto të paimagjinueshme. Tani unë shikoj që jam dakord, shikoj që ka domethënë një perspektivë me lëvizjen që ka ndërmarrë Britania e Madhe për të krijuar këtë aleancën dhe me 35 shtete. Cila është e reja, cila është pozitive në këtë nisëm? Është ajo që ka mundësi që të priten vlerësohen pozitivisht edhe nga pala iraniane, sepse vendet e Evropës dhe Britania kanë marrë një kosto duke mos ju bashkuar luftës së SBA-s dhe Izraelit, me argumentin që ne nuk jemi informuar dhe shumë drejt kishin. Si mund të marrim ne pjesë në një luftë, të merrim i zvarr në një luftë kur nuk na është bërë qartë se do bëhet kjo luftë. Ata kanë mësuar luftën nga ekranet. Në Itali e kam dëgjuar ministrin e mbrojtjes italian që ishte filo amerikan, goxha ka qenë, thotë ne nuk mund të marrim pjesë në një luftë që na ve para faktit kryer, thotë pa na pyet, pa na konsultuar. Ta thotë J.D. Vance, zëvendës president. Do të rregim, mund të shtoj edhe presidenti u mashtruar nga Netanyahu. Tani edhe për ta mbyllur. Zëvendës presidenti këtë thotë. Pra këto vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet tjera kanë mbajtur këtë qëndrim. Natyrisht që ata janë kundër regjimit diktatorial dhe kundër regjimit shtypës, janë për një Iran të lirë. Por këti mund të jesh pafundësisht për një Iran të lirë, por duhet të operosh mbi bazën e realiteteve në teatrin e ngjarjeve. Atëherë, këtu në shoh një vështirësi, them drejtën, mund të arrijnë evropianët, por duhet ta përfshin Amerikën, sepse le pastaj nofta është ajo që tha profesori, domethënë që Izraeli mund të jetë një fuqi që nuk përfshihet këtu, po përfshirja duhet dhe Amerika duhet përfshihet. Patjetër që do përfshihet, se s'mund vendoset paqja, se është palë. Është palë. Paqja pastaj do jetë, për mendimin tim, do ketë vështirësi, por dikush do lodhet pak përpara dhe do t'i thras mendjes që kjo luftë po kushton, nëse asë një luftë tjetër purie, që thonë francesë, për çfarë? Po të kishte pas një arsye tuaj. Kishte pas të zem një ndryshim regjimi që ishte, ata, pushtetin aty ka marrë djali Khamenei dhe ai i biri, e kupton se do të akoma më radikal se Sajadi. Mund të hymë në psikologjinë e natyrave njerëzore, dhe me thënë që bëhet gjithnjë me vështirë dhe një lloj dialogu, dhe me thënë, kur ngelin po ato njerëz. Ndoshta këtu ndërmjetësimet më dha, ndërmjetësimet fuqive më dha do ndikojnë, por mendoj se ngushtica që po punon, e tha drejt
nuk është se është e mbyllur, Ashtu është. plotësisht, Nuk është është në mbyllur. punë pjesërisht, Ashtu është. por mendoj unë se do hapet. Dhe nuk do shkohet në këto skenaret apokaliptik që kanë të bëjnë me ato kërcënime që mbajti sot presidenti Trump për ta shndruar Iranin, për ta kthyer në epokën e gurit. Profesor Çakishe? Kjo, pa e ndërhyrë ose ju i njëni mirë gjore politikën. Nga ana fizike, Irani ka lartësinë mesatare 1200 metrë. Ne kemi 714, Malizia ka 950. Në nivel botëror, është i vetëmi shteti që është një rafshnal në këtë lartësi. Edhe kufizohet me 5 shtete. Ka 3 dete. Nga ana fizike, që kemi mësuar, pa hyrë, të ndërmarrë një aktivitet luftarak toksor, duhet një pregatitje dhe tha Zoti Zogaj, duhet minimalja 6 muaj. Dhe aq më tepër ke përballë një popull 1 milion ushtar tani të mobilizuar. Më falni, 100 milion njerëz. më falni çik, atje ndërhyrje toksore nuk do ketë. Tani thash një që ajo Haga do bëj mirë të marri të japi titullin e tij. Një, ju unë koka nuk e djoni, që është kështu. E dyta, më falni çik, se ju në fakt jeni diplomat. E dyta, atje ndërhyrje toksore nuk do ketë. Kjo do hapet shumë shpejt, sepse i intereson të dhënë gjithë ekonomisë botërore, dhe në qoftë se ai do ndërmarrë aktivitet toksor, do ketë një kosto të lartë. Filluan reagimi Mirë po, në logjikën njerëzore, janë varë 3400 dhe nga të 200 fëmijë janë vrarë në Iran. Kjo nuk i lejohet një presidenti të gjuaj. Po, tani. Tani. Sekretari Amerikan i luftës Kërkon që shefi shtabit të ushtrisë amerikane, Randy George, jap dorëheqjen. Kërkon që shefi shtabit të ushtrisë, Randy George, të jap dorëheqjen dhe të riket më njëherë. CBS e ka CBS News. Shtetet Bashkuara të Amerikës. Interesant është. Do me thonë, po fillojnë reagimet, faktikisht pjesa, më falë profesor, pjesa ushtarake ka qenë gjithmonë, si thua, kritike nga dhe me realiste. Po normal, sepse ato e dinë se si bëhet lufta. lufta. Sepse ata e dinë që është lufta dhe ku mund të dalin dhe çfarë mund të kenë pasoja. Besoj se bim dakord edhe me këto lajmet e fundit atë që nisi Zoti Zoga dhe profesori që nuk ka kuptim të shkojë më tej se kaq kjo luftë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të zhyten, nëse e zgjasin më tej mund të zhyten në diskutime të tjera pastaj botërore, se në fundit ne me të vërtetë kemi kritika për presidentin Trump. Po shteti flamur, fanar, aq sa është në gjithë botën liria, ai është pjesa. Dhe këtë du ta pranojmë. Çrënësi ka që sot kemi kritika presidentin Trump. Amerika është Amerikë. Në qoftë se humbet koncepti i lirisë atje, imagjinoni ku do shkojmë Zoti Zogaj, do shkojmë te liria e Putinit. Po, kundërshtarët më të mëdhenj të luftës janë SBA. Është shumica dërmuese. Po, me këtë mori pushtetin. 64% Amerikanë janë ketë kush komplekse që shpreh. Mori pushtetin në mandatin, këtë mandat. Këtë mandata e mori në emër të Amerikës. Amerika e para. Aktualisht, tani, ore a ka negociata përveç këtyre që gjojmë lajmet gjitha. Tani ne po thuaj se është e vërtet ma konfirmojnë. Ne po thuaj se është pro luftës. Ne po thuaj se kjo deklarata është e vërtet është kërkuar më një herë dorëheqja. Po, por Pete Hegseth është nga partizanët kryesorë, sekretari i luftës pra. Po pra, edhe ka kërkuar që të rrihet. Po pra, sepse shefi shtabit kërkon tërheqjen nga lufta. Kështu do të thotë nëse shkarkohet shefi shtabit, do vendoset një shefi shtabit i ri që do shkojë më tepër në luftë. Sepse Pete Hegseth është është një person i cili ka dalë nga, le të themi, nga këto konjunkturat e evangelizmit sionist dhe është nga njerëzit më radikal përsa i përket luftës në lidhjet mesme. A ka negociata mes SBA-s dhe Iranit dhe a ka vërtet negociata? Nuk ka, e tham pak më herët, nuk ka negociata direkte, sepse të dyja palët e kanë të pamundur të ulen direkt, për sa kohë që nuk e tolerojnë njëri tjetrin, shikoj duhet ta pranojmë dhe këtë pjesë. Po dhe ne ende nuk e di ç'të kërkon SBA-ja. Edhe Iran, po sigurisht që tekstet janë ato 15 pikat që kemi diskutuar, dhe janë 5 pikat që i ktheu Irani. Megjithatë, me çfarë duket deri tani, edhe me retorikën e presidentit Trump, i cili pavarësisht gjithçka e thotë që kemi shkatruar programin bërthamor, kemi shkatruar raketat, domethënë mundohet shesi një lloj fitore të madhe, problemi kyç besoj se bijem dakord gjithë mbetet Hormuzi.
problemi kyç mbetet Hormuzi. Aty ka ngecë historia. Dhe mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë në një presion të madh ndërkombëtar, sepse Amerika nuk e ka këtë krizën përveç ndikimit indirekt që jep në bursa energjia, naftë dhe gaz, sepse i plotson gjitha, i plotson vetë gjitha. Ka bëj luftë që plotson tjerë. Dhe plotson Europa dhe Azia, kryesisht Azia pjesë më të madhe, kështu që nuk besoj që i ndodhur me këtë presion të madh diplomatik ndërkombëtar dhe presion. Diçka për ujë të pishëm? Po. Të gjirit? Po. Kjo është shumë e rëndësishme se po u prishnin impjantet e shkripëzimit, ata mbetën pa ujë. Si deve. Në fakt, me që prek, po se ndoshta një tjetër përgatishun arabik. Natyra bën gjithmonë një ekuilibër natyror. Edhe gatishun arabik dhe është me pasuri shumë të mëdha. Shumë të mëdha ujore. Në vitin 2020, lumi e Eufrat që kalonte në mes të kësaj gjysmënës pjellore do thahet. Irakut. Eufrat. Po që është lugine Mesopotamis? Po, Tigri dhe Eufrati, Mesopotami disë dy lumeve, a i do thahet edhe ka dhe pamja të posesh momenti, dhe që ndodhë, sot në botë, 800.000 banor pin ujë të shkripëzuar. Dhe ujë shkripëzuar në Gadishullin Arabik, me në qendër... Jo 800.000, do t'jenë më shumë, 800 milion, më falë. 800 milion, po. 800 milion pin ujë të shkripëzuar. Të shkripëzuar. Po u prishin ato impjante? Janë 21.000 impjante. Në 5 vende, Arabi Saudite, Katar, Kuvajt, Emiratet e Bashkuara, Oman, Bahrein. Po, shkripëzojnë 805 metër kub në sekund. Si man men, Po jo se jam marrë me këtë, sepse ne atje kalojmë do të lidhim me zdeun me gjirin persik, nuk kalojmë makina në fare. Jo nga Kina, po nga Turqia, po nga do e kaluje. Edhe faktikisht këto nuk janë të shpërnë. Unë tani dinja Sali Berishin që më ndement ka që. Jo ky. Po ai arsërio, këto janë të lidhura me realitetin shqiptar dhe kështu, po Salim ka të gjithme. I ka... Jo, unë dinja Salim dhe tani, po... Atere, faktikisht këto shprehet që po që se do... Kurse vetëm Gadishulli Arabik, Arabik, 805 metrë kub dhe vetëm një impjant përpunon 105 metrë kub në sekundë që i shkripëzon. Dhe kostua në Gadishullin Arabik kushton 1,5 euro për metër kub. Për arsye se nafta që bën shkripëzimin... Profesor, është e lirë, është e vetja. Është nafta vetë. Gjinish, Po. I ka thënë generali din pension. Po. Në mes luftës. Po, pra po. Në mes të luftës i ka thënë generali ti ke preç. Jep dorëheqje dhe... Jep dorëheqje Niki ka thënë dhe... Po nuk ka rëndësi, vëlla, nuk ka rëndësi. Çështja është që nuk janë një zë unik, domethënë dhe pjesa ushtarake po reagon kundër pjesës... Vjen gjithmonë pas një fitore, ose pjesë një fitore. Edhe një herë për lidhje me ujin. Edhe një herë, profesor... Atëre dhe në Shqipëri, në vitin 40, lumi Erzen është i tharë. Si 20 tani, jo? Po. Pas 20 vjetësh? Bjerë nuk e di, diçka 35-20, është i tharë Erzeni. Nuk e kemi më Erzeni? Jo, ka mundësi të themi dhe gjë. Nga viti 50 deri tani, shqiptarët kanë pas 17.000 metër kub ujë për frym të ëmbël. Sot kemi arritur 8.000 metër kub. Gjysmë? Po. Më pak se gjysmë. Pak se gjysmë. Pra ndryshimet klimatike se kemi të pishëm. Linjë do të pone... Dhe atë nuk e kemi të pishëm. Nuk e kemi të konsumueshëm. Kemi kot. Po çezmo profesor. Ira unë njerëzit më të rëndësishëm, dhe aty prap vjen në erë qelbur. Te uji që vallat. Si ira njerëz më të rëndësishëm. Erdhën bën analiza të gjithë dhe u fshen. Nuk dalin as laborantët as gjithë. Nuk del njeri në botë. Fare. Bie telefonave unë të gjitha nuk e hapin, se duket ka dalu ujë shumë i keq dhe nuk e thon dot. Po ta thonë unë e them këtu. E kupton? Gjendje shumë e keqe. Po do vjen se ke fjalën. Po të merr, Oj, ujë që vjen në shtëpinë time. Ujë në Tiranë, çfarë duhet? Në Tiranë tani. Në Tiranë më valla. Këtu po them. Çat mesëm ka thënë. Ore, e kupton ti tani çfarë gjendje është? Po të vinë aty të bëjnë ty, ne si jemi elmore kështu. Tani, presidenti Trump ka qenë shumë i ashpër dhe me NATO-n dhe ka thënë tigër prej letre. As Putini se ka thënë këtë. Se thot njëri tigër prej letre dhe ka paremruar që SBA mund të rriqet nga aleanca. Tani është një kërcënim bosha, çfarë është kjo? Unë gjykoj se tërheqja është taktike për arsye se nëse vërtet Shtetet Bashkuara të Amerikës tërhiqen, atëherë do thotë se do kemi sulm në Grenland. Për këtë arsye.
Mund të kemi një sulm në Grenland, qofse vërtet Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin të tërhiqin nga NATO, sulmojnë Grenlandën dhe ta marrin, pasi ka 3 kompetitorë në raport me ishullin më të madh në botë, që është Grenlanda, që është Kina, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e konsiderojnë si pjesë e vizionit kombëtar të së ardhmes. Më thënë edhe këto 3 vjet që është ky thua ti, janë si pan syt. Unë gjykoj se nuk doja dali të prishit gjithë atë dimension perandorak, le të themi, të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të ngritur nga njerëz me nivel të lartë intelektual, si që është Henry Kissinger, për shembull, që arriti që të vendosi pothuajse të gjithë bazat në lindjet mesme, dhe në një moment, për 20 ditë, vjen një president i cili çon në lum punën 75 vjeçare. Në prua, thuaj, në lumë, hodhin lumë, janë çdo bazë është sepse kjo është bota që bëri Amerika. Dhe siç ta preçi është në mbiparimin, hapja e ka bërë Amerikën të madhe. Dhe kjo është bota që bëri Amerika. Nëse më lejon zoti Rakimi, kjo është një përmendimin e kishte përmendur disa herë në fjalimet e veta këtë kërcënimin për daljen nga NATO, e ka dhe si frustrim në raport me amerikanët që nuk janë bashkuar luftës. Bën një arsyetim që është i gabuar, ja kanë thënë disa herë udhëheqësit e vendeve të Evropës që kjo nuk është lufta jonë, se ne jemi aleancë e NATO-s për të mbrojtur nëse një antar e joni sulmohet, ne marrim pjesë në luftë. Ma tregoj edhe diçka, që përsëri Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja kanë nevojën e Europës, për sa i përket anës militare. Pasi në Iraku ra për një muaj ishte totalisht në kolaps regjimi Saddamit, ndërsa sot nuk kemi të njëjtat kushte. Injorimi i Evropës, e kemi diskutuar herë tjera, është një gabim i madh strategjik. Evropa është një treg i madh, është fuqi e madhe inteligjencë. Në tregtim botërore, Kina është 16.4, Evropa 15.6. Imagjinoni. Do thënë, Amerika është 10.5. Lajmi është ky që brëm bëri përshtypje që në fjalën 20 minutëshe në cilin presidenti drejtu popullit amerikan, ka krijuar një emision tani që është lufta, 20 minuta nuk e përmendi fare këtë punën e NATO-s. Ose është presionin e enturazhit tij edhe të institucioneve amerikane, ose pret në një rast tjetër, nuk e di, por nuk e përmendi. Dhe besoj se nuk do t'i shkoje kësaj teze sepse do ketë pengesa, e ka dhe si të pamundur. Për shembull, kam lexuar artikuj që flasim për legjislacionin që rregullon pjesëmarrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës në NATO. Ajo është e tillë që legjislacioni është i tillë që do kalojë në shumë institucione, nuk mund të bëhet në mënyrë arbitrare të menjëhershme nga presidenti i radhës. Kështu që mendoj se ngelet në nivel kërcënimi dhe uroj që të jetë kështu. Ka gjithë kuptim pas gjithë atyre që thanë parafolësit, domethënë. E vërtetë është që presidenti Trump i ndodhur në këtë lloj kolapsi, po themi, diplomatik në marrëdhëniet ndërkombëtare, ka dhe momente të tjera të shfryrjes. E ky është një nga momentet tipike të shfryrjes, pakënaqësisë, shpresë pakënaqësisë. Por është e vërtetë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nga lufta e dytë botërore kanë garantuar sigurinë e Europës, po mos harro diçka tjetër. Bazat që ndodhen në Europë garantojnë dhe sigurinë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe nëse ti tërhiqesh nga e nxjerr Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga NATO, do të thotë që ti nuk ke më baza. Nuk ke as lef sigurinë, as lef stazhi. Dhe kufiri jot pastaj është Florida atje. Kupton? Mirë, bazat kanë qenë edhe për sigurinë e përbashkët komune. Po praktikisht Evropa, domethënë, nuk ka pas ndonjë kërcënim real, domethënë gjatë gjithë viteve. U vendosën pas luftës dytë botërore. Vendosën shumë për ndonjë situatë që mund të ndodhte. Nuk kemi një rast. Ato janë përdor për herë të parë lufta ka bërë NATO ka bërë një luftë për çlirimin e Kosovës. Po. Që në deron ne si. Po. Që na bën mirënjohës. Po. Jo, për neve do të jetë katastrofike nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin që të largohen nga NATO. Besoj se do. Sepse aleatët tanë më të afërt. E zvoglon më shumë se po bëni një bisedë me Prezin para se të fillojmë emisionin, tha një fjalë që më erdhi presh tani, thotë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të mëdha sepse ndodhen kudo në botë. Në momentin që i tërheqin, po zvogluan në botë, morën fund. Ato mbeten shumë
Shumë keq pëse. Tani. Perandoritë më dhanë në këtë formë, le të themi janë konsumuar me luftrat në rajon. Nuk është ashtu, jo, perandorit gryen nga brenda vetes vet, nuk bie nga luftrat. Fjala është pastaj që Amerika humb gjithë botën që bëri Amerika. Patjetër. Do me thënë, kjo është të humbë gjithë botën që bëri vetë Amerika. Shkatrimi ëndrës amerikanë, pak fjalë, është problem. Po. Atëre, Mesdheu, që është deti begatis botërore, deti më turistik në botë, me 26.000 km vijë bregdetare, 2.5 milion km katrore, me gjithse përfaqëson më pak se 7.000 të ujrat botërore që qarkullon 25 dhe 30% të maldrave. Dhe në këtë mjedis, në vazhdim të diskutimet tuaja, Europa arriti që të bashkoj 450 milion njerëz dhe të heqë kufijt. Si e bëri? Që ju e thatë, rriti ekonominë dhe kulturën dhe i lutën njerëzit të marrin pjesë. Qartë. Një. Gjiri persik që po mundohet Europa, përfaqëson 70.000 e ujrave botërore dhe qarkullon 15 dhe 18% të pasurive që konsumohen aktualisht. Edhe baza janë Mesdheu dhe gjiri persik që bëjnë lidhjen midis Kinës dhe Japonisë, që janë 35% të prodhimit që qarkullimin botëror aktual dhe Amerika që janë deri së bashku deri 12 deri 18%. Pra, këtë lidhje në vazhdim të atyre që trajtonin e bën pikërisht Mesdheu. Dhe unë mendoj edhe shtoj atë problemi që janë pikërisht rrugë detare për të lidhur Mesdheun me gjirin persik që janë bllokuara. Sepse nga Mesdheu në gjirin persik në vija ajrore është 1200 km. Dhe kjo realizohet nëpërmjet luginës Mesopotamisë, që ne kemi mbyllur si projekt fakt. Qartë. Dhe na dha mundësi të shprehim këtë gjë. Rruga që po ndiqet, që këto probleme të zgjidhen me luftë, ka mbyllur Schumannin në 1950, baba i Europës. Ai ka jetuar në kufirin franko-gjerman në Loren, ishe biri një kleriku, 30 vjetë e mbajmë të shkruara gjermanisht, 30 vjetë frëngjisht, e firmosën, e i sabotoi De Gaullit 13 vjetë, mbasi u vra në prem, shkoj De Gaullin në Gjermani, tha kemi qenë armiq, jemi detyruar të bëjmë miq dhe ata shkojnë shumë. Pikërisht në këtë moment, në vend që dali përfaqësuesi i botës, të forcojë opinionin botëror këto ONU që janë të gjithë organizatat, del njëri thotë unë do bëj një rend të ri. Kjo nuk shkon. Kurse nga ana fizike, Irani nuk pushtohet. Një rafshnalt... Merë ata burat e shkret aty dhe Edi Ramën tonë... Geografikisht është i parritshëm. Geografikisht i parritshëm. Edhe fizike, është rafshnalt 1.68 milion kilometër katror. E ti si i bie 1.68 milion? Të marrë gjithë gatishën dhe Ballkanit. Greqi, Bullgari, Rumani, Ukrainë, deri në Ungari, edhe vjen këtë Austrinë, edhe këto nuk plotësojnë 1.6 milion. Edhe kjo tjetë lartësinë 1200 metrë. Përfaqe shumë madhe. Edhe një pyetje të fundit kam mund tani, se me përqendrohemi se këtu është lufta e të gjitha, por ndërkohë, zotë Gjinishi, diçka po ndodhe në Kubë. SBA kanë vendosur një bllokat për furnizimin e Kubës me naftë, duke e zhytur vendin në krizë, dhe cili qëllimi, po e kuptojmë, dhe ka mbetur gati një muaj pa drita të gjë. Nuk ka as drita Kuba. Pas ardhjes Castros në 59 në pushtet, kur hodhi nga pushteti Batistën, një lider pro-amerikan në Kubë, dhe kur konfiskoi gjithë pronat amerikanëve në Kubë, marrëdhëniet e Kubës me Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë shumë të vendosura, duke vazhduar edhe me një tentativë me një 1500 kubanesë cilët u shërbitën Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nëpërmjet gjirit të derave tentuan për ta përmbysur Castron. Ishte viti 2014 kur presidenti Obama i rivendosi dhe riktheu një normalitet marrëdhëniet midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kubës, për të ardhur pastaj në mandatin e parë presidenti Trump, i cili e futi Kubën në vendet cilët sponsorizonin ose mbështetnin terrorizmin. Do me thënë, Shtetet Bashkuara të Amerikës e majta dhe djatha ka pasur qëndrim jo të njëjtë, paktën këtë periudhë për një dekadë fundit dhe
vjen përsëri presidenti Trump në një tentativë për të menaxhuar Kubën, një lloj siç bëri me Venezuelën. Kuba aktualisht është një situatë shumë vështirë, sepse pjesën më madhe të energjisë të naftës e ka pas marrë nga Venezuela, dhe me një nga marrëdhëniet që ka bërë me zëvendës presidentin e Venezuelës pas marrjes pas marrjes së Maduros, po themi, ishte edhe kjo që Venezuela mos furnizonte Kubën me energji, dhe Kuba ka një 2 javë që ka probleme të mëdha me energjinë, ndërkohë kërcënoi, është blackout 2 javë, ndërkohë kërcënoi edhe Meksikën, e cili burimi i dytë për furnizimin me naftë, dhe Meksika tani nuk e furnizon më Kubën. Tendenca është për ta kontrolluar Kubën presidenti Trump. Do arrijë apo jo, nuk di të them, por në qoftë se kishte arsye të qëndësishme tek presidenti Maduro, pavarësisht se si ndodhi, sepse ishte pikërisht Maduro i cili prishi kontratën, se ne flasim në herë, themi, shiko se ky do bëj investimet amerikane. Investimet janë kontrata ndërmjet biznesit dhe shtetit. Dhe kontrata ndrohen me traktate dhe ka ligje ndërkombëtare, nuk e shkatron, nuk e prish dot në mënyrë të njëanshme. Kështu që Maduro e fundosi veten edhe nga kjo pikë, po themi, përveç retorikës se nuk ishte kërcënim Venezuela për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që Kuba është diçka tjetër. Kuba i pati stabilizuar marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe është 2 herë presidenti Trump i cili ndryshon skemën e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është një situatë e vështirë. Unë nuk mendoj që do kemi një front 3 në Kubë, nuk mendoj që do kemi në një rëndje të madhe. Megjithatë mendoj që çelësi i gjitha problemeve që ngrehem zoti Trump, ose ka maga, ose gjithë filozofët dhe ideologët e të djathës amerikane republikane, e cila për hir të vërtetë zoti Zogaj nuk është krejtësisht e djathtë, por bëhet shumë ekstremiste dhe shumë raciste. Mendoj që Chelsea do jetë pikërisht konflikti me Iranin. Mënyrën se si do zgjidhet ky konflikt do marrin drejtim edhe si thua etet e tjera të zotit Trump, edhe Grenlanda dhe të gjitha tjerat. Çështja e Kubës, okay, mund të vazhdoj. Kam bërë një artikull për Grenlandën, se e njoh si pozicion. Faktikisht, ju po flisni për Kinën. Më kujtohet që Churchill i është lutur Turqisë në luftën e dytë botërore, i kryej shumë kushte dhe i thot, në momentet që të kam kryer gjithë këto kushte, vetëm një budalla mund të mësoj në luftë. Turqit i përgjigjen, ne pranojmë të quajmë budallënj, po vetëm luftë nuk kryjmë. Po, kjo këto në histori. E dyta. Kina në fakt, kinezët nuk hapin luftë. Dhe nuk ka asnjë arsye. Ata luftojnë me ekonominë. Dhe faktikisht kanë ndërhyrë edhe në Panama, kanë ndërhyrë dhe në Afrikë, dhe i ndihmojnë në mënyrë më të sinqertë siç kanë ndihmuar dhe ne, pa tendenca. Nuk kanë kushte politike. Nuk i di këto, po ajo që kuptoj ju në politike e tyre, ata investojnë në ekonomi. Ka pamundur të operojnë në Europë. Dhe në lidhje me Grenlandën, gjysmën e Polit Veriut e zotron si kufi Rusia. Dhe ky nuk ka asnjë arsye që të hyjë të pushtoj Grenlandën. E para njerë ky nuk e pushton dot. Mënyra e presionit, edhe një që ky bën të trembi njerëz, siç bëri Maduron, nuk shkon në këto vite. Në këto vite. Maduro dhe tjetra. Bëri shofer në autobusit të atëre, ka një rrugë. Si janë gjithë shoferë autobusit. Atëre është politika ekonomike, po t'jap një shembull si punë e Gibraltarit. Angleze. Që kanë bërë? Kanë marrë një ishull dhe kanë blerë Gibraltari është një ishull sa Sazani. 1 kilometër më i madh. Po në kuptimin fizik, ai merr të keqen Sazanit. Se Sazani është nga 300 ishujt e Mesdheut i gjelbëruar. Do t'jemi në këto... I gjelbëruar. Po na ikën dhe profesor, po na ikën dhe ishulli jonë duket. Iku dhe Sazani duket. Ta mbaroj këtë. Jo, do ta mbarosh profesor, sepse jemi jashtë të teme, do të rresim dhe për këto, pa merak. Atëre, ata në Gibraltar kanë ullur taksat, kërmojnë shkembi në det kanë bërë aeroportin e tjera, 3 referendume që janë bërë, thonë ata nuk do me Spanjën, po do me Angli. Sepse nuk do me Spanjën, do me Anglin, po jo me Spanjën, se spanjollët regjistrojnë ndërmarrje dhe buxhet, si temun, aktivitet ekonomike regjistrojnë Gibraltar. Pra, ky në vend të ndjeki luftën ekonomike që bëhet, ose Kina dhe këto tjerë, kanë ndjekur këtë që bën këto presionet që do marrë. Dhe Grenlanda nuk e merr.
ekonomike e bashkëpunimit midis tyre. Europa është hapur. Ti e the tani në Hagë, po të funksionon të Haga, duhet vinte në Hagë, thua. Nuk e ka thënë njëri vetëm emisionin. Jo, kishim përshtuar për çështjen e Kubës. Gjë të vogël. Era herës, presidenti Trump kthehet tek ai projekti i doktrinës Monroe për të krijuar një influencë sa më të fortë në vendet e Amerikës Latine, duke qenë se betejë me Kubën ka patur edhe pasoja historike, përmendi zoti Gjinishi, përmendi çështjen e gjirit derrave. Mos harrojmë incidentet me raketat ruse, me ato nëndecet ruse. Dhe sigurisht që Kuba i përket archipelagut të Karajibeve, mos gabojmë. Apo jo, jam i saktë. Qytetin e Karajibeve. Okej. Dhe për këtë arsye është një pikë kontrolli shumë e rëndësishme qoftë edhe për Amerikën Latine, por qoftë edhe për volumin tregtar të anijeve kineze në këtë zonë. Po. Dhe në këtë aspekt duhet parë edhe forma se si mund ta zgjidhë çështjen e Kubës, për arsye se Kuba ka qenë e varur krejtësisht nga nafta venezueliane, por nuk besoj se ka ndonjë regjim për të ndruar në Kubë, sepse Kuba është vendi më i varfër i Amerikës Latine. Domethënë është e pamundur që të ketë ndonjë interes politik. Tankerat rusë në Kubë po fillojnë të zbrazën. Po zbrazin naftën. Rusët po zbrazin naftën nga tankerat e vet në Kubë. Po çojnë naftë rusët. Jo, po e zbrazin. Po zbrazin. Po e heqin, po e largojnë. Po e largojnë. Po pse? Po mund bëhet edhe në një marrëveshje, po. Marrëveshje të Trumpit me Putinin. Po, me qirimat duke i shtruar qirimat kuq. Duhet bim dakord për diçka. Ku përmendet Putini prit një marrëveshje. Ku nuk është për Putini bën luftë. Pra rusët të ishte lajmi që i Reuterit. Po, tani rusët po heqin naftën nga tankerat e vet, që të mos ketë as naftë ruse. Në Kubë. Në Kubë. Po çfarë gjë mund t'i japë një popull? Pra drita s'do ketë më aty presh në Kubë. Kuba e bile paradoks është nga se paradoks ishte e drejtë, para një javë, 2 javë, vetë Trumpi po fliste me optimizëm për një marrëveshje me Kubën. Marrëveshja i luajt i fen, nuk po vend ka për marrëveshje, është kapitulluar komplet Kuba është një krizë shumë madhe, zoti Zoga, është në krizë shumë madhe ekonomike financiare, është e dorëzuar, domethënë. Për marrëveshje do të thotë që me leju që të dalë nga embargo, se është në vendin e embargo. Po. Qartë. Ligjët e embargo jetoj kështu siç është. Por kam frikë se mos i duhet në i trofeta një atje. Po. Kuba. Tani, do më thënë ajo nuk ishte me ndërë puthje bëdhe. Ishte 125 miliardë ajo. Nuk ndodhi vërtet puthja. Shkoj fatura keq. Fatura në 120 miliardë, shkoj për një frazë. Po. Që a i tha fjallet, nuk është e u. Po, po. Sigur të e gjeni, se faktikisht ta një vërtet shumë të madhe Trumpi. Se tha një vërtet, dhe për këtë faktikisht duhet vlerësuar. Po s'ka lidhje për të vërtetën. Sepse flet pa doreza. Regjimet arabe kanë kryer atë. Po s'ka lidhje o pjesë më për rreth 80 vite. Po nuk ka lidhje më o pjesë, nuk mund të flasë shu lideri i shtetit. Është konteksti etike, konteksti komunikimit o. Të nderuar të shikues. Me elegancën pajton pas. Të nderuar të shikues, kjo ishte pjesa e dytë e emisionit tonë për mbrëmjen e sotme, ne ndam atë në 2 pjesë, 3 copza pjesa e parë dhe vetëm një e dyta ku folëm për problematikat e luftës. Unë i falenderoj të gjithë shtuajt, gjithë pjesëmarrësit në emision, ata që ndihmuan. Profesor, faleminderit shumë. Faleminderit. Kënaqësi e madhe ishte të gjitha, gjëra interesante dëgjuam, edhe s'pa dëgjuara ndonjëherë. Kënaqësi e madhe. Rresh faleminderit. Faleminderit zotëri Akit. Faleminderit të gjithë. Natë e mirë, shihemi javën e ardhshme.